një moftë. Edhe ju. O kapitan, një moftë i Qelbumi. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Bravo. Këtu kem kapitanin e vetëm që kem rubi. Kem dhe shumë arosheshi, po kjo është kapitani vërtet, kështu që ky është mik i vjetër i gjyshit ton, po vjen me respektu gjithmonë fesën e Qelbumit. Edhe pret sqapin ky, nuk ka shën kohë. Dëgjojmë sot lutjet tona që me pjesëmarrje në të mirat e shërbimit të fitojmë mirë për jetën e tanishme, e gëzimin e jetës së përhershme, në Krishtin e Zotit tonë. Amen. Tanishë gjithmonë, i drejtohemi në leshkeve, Zotit, në ndërmjetësinë e shpërndajt, që me këtë lutjet mrekullueshme që e recitojnë çdo herë leshkës, edhe një herë kujtojmë nevojat tona familjarë, nevojat e popullit tonë, për të rritur në besim, për të rritur në dashuri për Zotin e për njëri tjetrin, e për të udhëtuar si vëllezër të bashkuar në të njëjtin udhëtim me Krishtin e gjallë që na kriju sërish. O i lumje e mrekullueshmi, shpejti në numën gjithë bota, të shkonë në ndërit tënde, të mëdhenj të vetëri, drejtë në ri, të pasur të parëfër, të gjithë të tregojnë hire të shumta e të mrekullueshme që kanë sjellë prej Zotit në përlutjet e tua. E kushtet që lihen para figurës tënde, si nderit lavdimi, Thank you.
Miq dhe dashamirës të traditës sonë, mirë se keni ardhur në këmbërmet e veçantë, ku zemrat tona rrahin në njëritë me vallën, me këngën dhe me shpirtin e trevës tonë, mirëditës. Sot në kuadër të festës së shërbumit, kemi kënaqësinë të sillim para jush një program të përgatitur me dashuri, për kushtim të kenarin nga ansambli Mirëdita, i cili ka për mision të ruajë të përcjell gjallë trashëgiminë tonë shpirtërore brez pas brezi. Kjo festë është më shumë se një ngjarje. Është një dëshmi e gjallë se zakonet, këngët, veshjet dhe vallet tona nuk janë harruar, por jetojnë dhe formojnë përmes çdo tingulli dhe lëvizjeje që do shihni sonte. Ju ftojmë të na bashkoni në këtë udhtim artistik, ku historia, krenaria dhe identiteti jonë i vinë në dritën e skenës, ashtu siç janë të pastra, të fuqishme dhe plot shpirt. Tani, me këtë frymë nisim programin dhe vjen për ne këngëtari Ronaldo Mesuli me këngën Këtu ju pret Mirëdita ime, e pas saj do t'jemi në ritmet e këngës Sonte o shok nga Pena Beleshi, dhe t'i ndjekim. Yo
Tani do vjojmë me këngëtarin Arben Pacani me kolala vetëm të mendu dhe dola me pengjere. Kisti Kodra është një artiste e re që është e bashkangjitur ansamblit Mirgita. Do vi për ne me këngën Punave, le ti mirëpresim.
kam nderin të ftoj këtu Dom Gencin për të dhënë një fjalim të tij. Pas tij, kryetari i Këshillit Bashkiak Mirdit Aleksandër Picaku për të na dhënë një përshëndetje. Dhe një falënderim shkon për Kristal Ziun, kryetari i shoqatës adetare për dinitet dhe bashkim kombëtar, dhe na mësoi edhe këtë flamur të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Mirë mrama, mirë si u gjetën, bashkëqytetarë të Rubikut, të nderuar zotëri, ju një moftë kjo natë e madhe, se me që është ditë e martë e sonte, njëkohësisht du t'ju uroj gjithëve gëzuar fesën në shënbumi, edhe ju një moftë në për familje tuja. Unë do t'a filloj me një urim për motër Adelinën, ministrën e parë të mramshme të këtij ambienti, të cilët na krijuan një atmosferë të jashtëzakonshme, të cilët e shijuam që të gjithë. Njëkohësisht du të falenderoj ansamblin Mirdita për këtë ambient përsëri të natës sotme që po na krijon e po kalojmë besoj shumë bukur. Falënderimi i veçantë shkon për Zotin Kristal Ziu për këtë mrekulli që na ka kriju në këtë vend të shenjtë. Faleminderit Kristal. Njëkohësisht ju sjell urimet më të mira dhe përshëndetjet më të ngrohta nga kryetari i bashkisë, zoti Albert Melyshi, pasi aktualisht ai nuk ndodhet në Shqipëri. Bashkinë Mirdit do ta keni në shërbim të tuaj, pavarësisht se dora e kryetarit të bashkisë po ndjen ca momente si ndriqimin e rrugëve, asfaltimin në lagjen e mesme të Rubikut, por këtë nuk do ta quani si privilegj. Si detyrë kryetarit të bashkisë dhe punojësve të bashkisë ndaj komunitetit, ndaj jush. Ju falenderoj. Unë nuk po zjatën më, vetëm po ju uroj miqësi, harmoni në familjet tuaja dhe qofshit lumtur gjithmonë. Faleminderit, gëzuar. E shiftoj Zotin Dom Gencin. Mirë mbrëma e përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në festën e kishës sonë, festa e të shërbumit. Një festë cilën për çdo vit e kremtojmë me gëzime të mëdha, e festojmë me vullnet të mirë, bashkëpunimi e harmoni, besimi e dashurie në Zotin. Këtë vit, festa jonë, si që vetë shihni, është edhe shumë më e kompletuar, sepse shumë njerëz këtë vit treguan edhe një vullnet më të fortë për bashkëpunimin mes bashkisë Mirdit dhe famullisë të shërbumit, këtu me mua, me motrat, me bashkëpunëtorët e tjerë. Festa të shërbumit është festa e ngjitjes së Jezusit në qiell, festë e një shpresë të madhe. Dhe siç thash në meshën shejtë, është një festë e cila mbi të gjitha na thot, një festë e cila nxit mendimet, nxit besimin tonë, e të shpresojmë fort se asnjëherë nuk jemi vetëm në udhëtimin tonë të jetës. E për ta jemi gjithmonë me njohë Zotit që na pasuron me dhurata të shumta, me angazhimin e shumë kujt, me dashamirësinë e shumë kujt, e kështu bashkëpunimi, jeta jonë kishtare, familjetare, ecen, zhvillohet, rritet dhe mbi të gjitha e rëndësishme është
që të gjithë ta ndjejmë me zemër e me ndërgjegjje. Unë nuk mund të falenderoj shumë personat, sepse vetë koha është e kufizuar, por falenderoj shumë kryetarin e bashkisë dhe administratorin e gjithë punëtorët, e gjithë bashkëpunëtorët e zellshëm që arritën në këtë rezultat mjaft të kënaqshëm për sytë dhe zemrat tona në këtë mramje të festës së Shërbimit. Falenderoj dhe ftoj në skenë tani këngëtaren e mirënjohur Rovena Dillo, për cilën jemi shumë mikpritës dhe e presim me gëzim praninë e saj këtu. E me këtë rast falenderoj gjithë këngëtarët dhe artistët e tjerë. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Në vendin më mikpritës, mirë ditë. Dihet mos, ose po fillova të flas për mirë ditën, do të flas gjatë pastaj. Kështu që ja, kjo ishte vërtetimi asaj që unë thash. S'ka si mirdita është që nga fjala ditë edhe mirësi, edhe shumë kulturë, shumë përparim, i ka sjell këtij veni, i ka sjell besimin në Zot, besimin në Krisht. Edhe këto janë karakteristika shumë forta për një vend vogël si Shqipëria, besoj apo jo. Edhe jam shumë e nderuar, shumë e lumtur që jam pranë kësaj kishe që daton shekullin e 12, pra imagjino ku jemi, në çfarë kohë ka pas qytetërinë dhe besim edhe njerëz të jashtëzakonshëm ky vend. Kështu që jam shumë e lumtur që jam mes jush në një ditë, në Rubik, një kishën e Rubikut. Kënga e parë që do këndoj të llojet motit, atë e kam punuar dhe e kemi krijuar së bashku me një çun mirdite, ashtu çun nga ato që e nderojnë mirditën edhe gjithë Shqipërinë, Andi Shqalshi, Kitmani. Dhe në festivalin përpara 2 vjetëve, më besoni, ka marrë komplimenta kaq shumë nga të huaj dhe siç bëjnë festivalet kombëtare shqiptare që gjysmat janë të sajuara, gjysmat blera, gjysmat klan, por ka qenë një nga këngët që është dashur më shumë nga fansat. Jo nga jurit, që në përgjithësi e dini dhe ju se ç'a ndodh. Kështu që unë do ta nis me motit, edhe të vazhduar me 2 këngë të tjera, besoj. Dhe të vazhdojmë. Do jetë për ne të dy herë mos e mendoj, jo jeto të vetë me ne ndëgjoj për vete, jo për njeri mendo tani mure të ngritën desha të hiqja frikën i pytur marzi, më dukesh pa fuqi. Po fike, si t'jallën e atintike, e mata i qelisi, nga t'inja u përsu shtari. Po fike, si t'jallën e atintike, e mata i qelisi, nga t'inja u përsu shtari.
bota hi, pa ty nuk ri. Ma jemen, do t'kem. Flokat po miljon. Zemra fort pom gjun, e ku, qampane mu ku, kelle për mu ku, ka djete ku po trishme mu, e ku, qampane mu ku, kelle për mu ku, ka djete ku po trishme mu, e ku.
Faleminderitshëm pra. Po këndojmë për kishull sot. Për të gjithëve ikonën tonë shqiptare Rovena Dilon për atmosferën mrekullueshme që bëri. Po një pyetje kam për ju, pse ka turpshëm, nuk janë mirëfilorët kështu. Gjithsesi, këngëtarja jon Laureta Pietri do të na sjellë ritmet e këngës së bukur që quhet Ajo më mbyti. Dhe pastaj një zë potent do performojë në kolazh këngësh që titullohet Mi dhe flak malli tim dhe Mojda dush. Dhe ajo është Adelina Ndolli. Le t'i ndjeki. Faleminderit. Me që ka shumë rini, ata këndojmë bashkë vetëm refrenin. Zemra sa e don, Zemra sa e don, Ma don trupi, ma don shpirti, është e mirë, ajo zemra ma godi. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Faleminderit. Mi bërma gjithve, uri me festën.
Kërë të harmonizuar dhe solisti Ronaldo Mesulli vinë me këngën Gurira në trojet veta. Dhe pas tyre do të ndjekim një valë nga valëtarët tona të ansamblit Merita me koreografi Ida Markun. Le t'i ndjekim.
Quan këngë që do të interpretojnë për ju Pavlin Kola. Dhe Mirë mbrëma Rubiku, ju përshëndesim të gjithë dhe gëzime festa paqe gjithmonë në jetën tuaj. Nëse ka mundësi një teatr rokite shumë të fortë për këtë orkestër kaq fantastike që performon ndajt në çdo event që kemi. Dhe kjo fal maestro son Andi Shalshi. Që në çdo fund programi bën falënderime. Është kthyer tradita ashtu, por ndonjëherë s'ka më bukur se thjeshtësia për të thënë faleminderit. Faleminderit që erdhët sot këtu për festuar bashkë me ne ansambllin Mirgjita. Një falënderim e veçantë shkon për maestro Andi Shalshi për punën e palodhur që ka bërë. Dua të bëj një falënderim për atë që erdhi dhe na gëzoi në këtë koncert këngëtaren e madhe Rovena Dilon. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju them gëzuar festën dhe Krishti na mbrojt të gjithë. Faleminderit. Kaq ishte.